nga ana e partive politike dhe gjendet një emër i pranueshëm për gjitha palët. Nëse do të kishte vullnet politike, do të ishte shumë punë e lehtë dhe nuk mendoj që ka ndonjë problem as fronti nëse bashkë pas ka kërkojnë shesh me dalë me gjetja 2 veta, nëse i plotësojnë kriteret, që nuk është i vërtelashe madh me zgjedh dikon. Problemi është që s'ka pasur vullnet politik. E dyta, vetëm për ta lidhur me kolegun temën, mendoj që do të jemi pak kujdesshëm kur themi për dikë që ka shkel kushtetutën, sepse ne mund të kemi mendim, po gjykata s'ka thonë për presidentin Osmani që ajo e ka shkel kushtetutën, kurse çka mendojmë ne, pastaj është çështje tjetër. Ta zonë që ka ndodhur në rastin e presidentit Sejdiu më parë. Mendoj që kjo është e saktë dhe e dyta është që ne do të jemi në kuptimin e asaj se si shihet skena politike të ardhmen, mendoj që kjo do të varet pikërisht vetëm nga një njeri dhe ajo është Zoti Kurti, ai ka fuqinë, potencialin politik që vendin ta futë në krizë politike ose të bëjë zgjedhje. Gjithçka dhe çdo gjë aktualisht është në dorën e tij, pasi që ai është personi dhe partia më e fuqishme në Republikën e Kosovës. E shihni gjithë situatën pra në dorën e lëvizjes vetëvendosje? Absolutisht po, sepse çdo partia politike që do t'i ofronte ai një mundësi, le themi, për një president konsensual, do të ishin gatshëm ndoshta t'i ofrojë një model tillë, kuptimin që t'jetë si propozim fillim, pastaj edhe si miratim i asaj për faktin që jo gjitha forcat politike ndoshta janë gatshme të hyjnë aktualisht në zgjedhje, pavarësisht se disa deklarohen që po, dhe disa tjera ndoshta nuk e kanë vullnetin e caktuar. Por ajo që shihet u pa sot më duket zonja Emilia Rexhepi, në kryetar Kuvendit, thotë që si duket klima politike është që më shumë shkohet në zgjedhje dhe si duket ekziston një farë lloj, le themi kështu, përshtypje përgjithshme. Gjithashtu ishte kryetarja e Kuvendit dhe shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbiena Gafci që u deklaruan se duhen diskutime serioze për çështjen e presidentit. Këto janë deklarime formale që natyrisht mos pritni prej partisë ose shefit të grupit parlamentar, lëvizje thotë që ne jemi të gatshëm me shku në zgjedhje në këto momente, sepse ato janë, si më thonë, deklarime kështu procedurale që janë për ta mbushur kohën, por ne kemi pa veprimet, ne do t'ja shikojmë politikanëve veprimet, që ato çfarë deklarojnë, dhe ajo që ka e thash është lidhet kryesisht me çto që po themi ne, domethënë përgjegjësitë politike nuk po dëshiron të merr askush kuptimin e asaj, sepse ajo që ka është kërkuar edhe u pasë dhe duket nga ambasada gjermane në Kosovë që drafti i asociacionit shkoj sa më shpejt kushtetuese. Franca po ashtu kërkoi më herët që të bëhen domethënë kompromise në lëshim në raport me serbët, vetëm rasti i parë ishte ky ligji për të hujt ku praktikisht ndeshkuan qytetarët e Lëvizjes Preshevës dhe u lejuan ose abstenuan qytetarët serb të Kosovës. Kjo tregon që vetëm politika aktuale ose ata që sot do thësin me pushtetin vetëm e kanë nisë atë aspektin e lëshimit ose kompromiseve në raport me Serbinë dhe natyrisht tani me Zotit Kurti ju ka dhënë zalarin, nëse ai vazhdon ose duhet matë të mirë dhe t'i bëj gjitha këto kompromiset që i ka bën të kaluar në Bruksel dhe Nohër t'i bëj vendime politike që janë zbatueshme, ose do të largohet nga qeveria. Pra i thoni se vetëvendosja ka frikë dhe Kurti ka frikë ta merr këtë përgjegjësi? Jo në kuptimin e frikës, si ne e themi në kuptimin e një frike thjesht ose në kuptimin, po është një peshë e madhe për shkak se ai ka bën një narrative dhe le themi udhë politike e cila ka qenë kundërshtim plot me gjitha këto skenare që tash po i zbaton, domethënë që nga shteti i Kosovës, asociacioni, ai dikur e qunte edhe Zajednice, pastaj ndryshimet e kufeve që u bën dhe tani domethënë ti përbi gjitha këto, mendoj që edhe brenda lëvizjes vetëvendosje ka një pjesë e njerëzve që ndoshta nuk i përbijnë gjitha këto gjëra dhe natyrisht janë gatshëm që ti thonë që ne kemi ardhur me disa parime tjera në pushtet dhe tani domethënë ti po i bie që për hir të pushtetit do të gjitha të lash anash, do të vazhdosh karrierën politike. Dhe sigurisht që gjitha këtu pastaj në një peshim më të madh bëjnë që ky ta fut le të themi vendin në zgjedhje, pastaj pas zgjedhjeve do të kemi në renditje tretë forcave politike dhe mendoj një prej subjekteve politike të krijojë edhe presidentin dhe qeverinë, dhe kësaj ta merr përgjegjësinë përbashkë edhe me to, jo vetëm ai ta mon patatën e nxehtë le të themi në dorë, në raport me gjitha. Po thoni të ketë një renditje të re, si besoni se do ndrojë? Tash ende jemi herët, jemi ende herët sepse ne nuk mund të flasim kështu vetëm për mensh, do të me pa renditjen e forcave politike, me pa si do t'jenë renditja lista, kush do t'i prija aty në lista, kush do të udhëhec,
kush do t'jetë lider, por unë jam i bindur që Vjosa Osmani në momentin që hyn politike që është proklamuar në lidhjen demokratike se kom pa më shumë, mendoj që do të arrit këtë parti në një mas të konsiderueshme. Sa do të jetë ajo, do të jetë e mashme pastaj më vonë më sondazh ose do të kemi edhe konkret rezultat pas zgjedhjeve, por gjitha, si më thonën, pritjet dhe ato, si më thonën, vrejen paka shumë edhe në gjallit skenës politike, keni pasur ditëve të fundit, zonja Osmani vetëm e ka filluar një farë lloj fushate politike. Do të diskutojmë pak në stilin e presidentit Thasi dikush që thoshte po takohen vetëm me qytetar, por jo nuk u deklaronte politikisht, sepse natyrisht presidenti nuk i lejohet, po e tashmë është vetëm fushatë elektorale. Ka filluar